Brëma 24 dhjetorit nuk kishte një natë feste për Luizellin, por një moment i thellë reflektimi dhe ndjeshmërie. Përmes një mesazhi emocional të ndarë me ndjekësit, artisti ka rrethyer se kjo datë rikthen çdo vit, një mungesë që nuk zbehet me kohën, humbin e babait. Kanë kaluar 5 vite që ai nuk është më pranë, por siç shprehet Luizi, zëri dhe prania e tij mungon veçanërisht për Krishtlindje, duke bërë këtë periudhë më të rëndë për zemrën. Në rrëfimin e tij, këngëtari ndalet dhe te jeta personale duke kujtuar 3 vitet e fundit me Kiarën. Nga kjo lidhje erdhi në jetë Luna, të cilën Luizi e përshkruan si dritën që mposh çdo dhimbje dhe arsye pse shpresa nuk shuhet. Sot është 24 dhjetor, një natë me shumë peshë për zemrën time. 5 vite pa babin, mungesa e tij s'plaket kurrë. Në çdo dritë Krishtlindjesh më mungon zëri i tij. 3 vite me Kiarën, një takim që erdhi kur isha i thyer dhe u bë shpëtimi i heshtur. Solli në jetë Lunën, një dritë e vogël që mposh çdo dhimbje. Ti arsye pse shpresa nuk shuhet dhe hyrja ime në atë format, një derë që ndryshoi jetën time, më rriti, më provoi, më rindërtoi. Sonte kam lot, dashni, kujtime dhe falënderim. Nuk po festoj, po ndjej, gëzuar Krishtlindjet për ata që janë me ne dhe për ata që jetojnë përgjithmonë në zemër. Shkroi Luizi në postimin e tij në Instagram.